Jasi të ulni presionin e lartë të gjakut për 5 minuta. Hipertensioni ose presioni i lartë i gjakut është një sëmundje e kohëve moderne e cila ndodh si rezultat i rritjes së stresit, dietës jo të mirë ushqimore, mungesës së gjumit ose jetës sedentare. Sëmundja mund të shërohet shpejt duke stimuluar qarkullimin e gjakut dhe zakonisht kjo arrihet nga masazhimi i pikave të caktuara. Ka 3 pika të cilat mund të ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Pika e parë. Këtë pikë mund ta gjeni në skajin e veshit, vetëm përdorni gishtin për të bërë lëvizje të buta rreth kësaj pike. Duhet të vazhdoni procedurën 10 herë nga të dyja anët e fytyrës. Pika e dytë. Ju mund të gjeni këtë zonë nga veshi në drejtim të qafës, duhet ta masazhoni këtë vend me majrat e gishtave për 1 minutë. Ushtroni presion në vend dhe sigurohuni që të mos lëndoheni. Pika e tretë. Linja fillon nga fytyra afërsisht në lartësinë me llapën e veshit dhe shtrihet drejt hundës. Duke përdorur gishtat, shtypini dy anët e kësaj linje për 1 minutë dhe kështu do të relaksoheni më mirë.